A njihin në një qytet në Evropë, por përfundja edhe në botë, që në qendrën e vet historike, ngjitur me dy monumentet më të rëndësishme të kulturës vet, siç është Xhamia e Tembeut dhe Kulla e Sahatit, të ndërtoj kulla të tjera, të ndërtoj vende ku oligarkët do të vazhdojnë të bëhen miliarderë. Tani këtë monstruozitet urbanistik, këtë fyerje, këtë dhunim të historisë dhe trashëgimisë kulturore të Tiranës e kemi peshqesh nga Erion Veliaj dhe nga Edi Rama. Në rast se këta do të vazhdojnë ta sundojnë Tiranën, Tiranës dhe gjithë Shqipërisë nuk ka për t'i mbetur më asgjë me vlerë historike. Këtu nuk do ngel mafioz vendas dhe i huaj, pa pastruar para dhe pa na mbytur me beton. Jo vetëm brenda për brenda lagjeve, jo vetëm në rrugët tona që shkaktohet trafik dhe identësi e pa përfiturueshme popullsie, por edhe duke na dhunuar historinë tonë. Shiheni edhe një herë. Kulla e Sahatit dhe Xhamia e Tembeut, emblemat historike të qytetarisë Tiranës, shikoni si duken. Shikoni si duken. Tamam si shtojca të balkoneve të kullave të oligarkëve, të njerëzve që po ju them edhe një herë, nuk ndërtojnë nga halli, nuk ndërtojnë për zhvilluar ekonomikisht vendin, por ndërtojnë për të pastruar paratë e llumit. Dhe janë vetë pjesë e llumit, ata që ndërtojnë, ata që japi leje ndërtimi. Prandaj Tirana ka nevojë për frymarrje, Tirana ka nevojë për një plan të ri zhvillimor, të qëndrueshëm, që të respektojë historinë e qytetit, që të krijojë hapësira urbane të gjelbra për të gjithë qytetarët e vet, dhe këtë plan e kanë mendje dhe është në hartime sipër Lëvizja Bashkë.